Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bëv Zoti edhe neve fytyra amin ejmain salihin sidikin ulaika rafika. Dhe e furnizon prej ka nuk e kujton fare. Pra ky është mesazhi i ajetit të surës Talak, ajetit 3 me radhë, ku Allahu i Madhreshëm thot Bismillahirrahmanirrahim, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, inna Allaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir. Dhe furnizon atë prej nga nuk e kujton fare. Kush i mbështetet Allahut, ai mjafton atij, Allahu realizon dëshirën e vet, dhe Allahu çdo gjëje ja ka caktu afatin ose kohën e vet. Përmes këtij ajeti, nëse ndalemi pak edhe analizojmë dhe thellohemi dhe i bëjmë një përsëritje këtij ajeti kuranor, Allahu i Madhreshëm na jep një shkëndi, një mesazh të fuqishëm që ne angazhohemi, mirë po furnizues është Allahu. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighayri hisab. Thot Allahu i Madhreshëm në një ajet tjetër kuranor, unë jam Zoti i Madhreshëm që ju furnizoj juve pa mas. Inna Allaha huwa ar-razaqu dhu quwwatil matin. Pra këto janë emrat dhe cilësitë e Allahut, që ndër emrat e tij pra është edhe Razak, furnizues. Sa gjallësa dhe krijesa krijuesi ynë i furnizon. Nëse hedhim një shikim në një kodër të vogël ose në një mal, sa mikro dhe makro gjallësa ushqehen. A thua vallë, kjo në qenë ka rastësi. Ky precizitet i madh në habitatin biologjik. Shikoni pra se sa bukur Allah i Madhreshëm i ushqen shpezët fluturues. Kur e tregon mjaft bukur dhe thot në mëngjes ata kanë barkun e zbrazur dhe në mbrëmje vinë me barkun e tyre të mbushur. Kush i furnizon ata? Të ndalemi pak çaste dhe të mendojmë. Pra e furnizon prej ka nuk e kujton as pak ose fare. Subhanallah, kjo është me të vërtet për të ndalë edhe për të medituar dhe për të menduar se çfarë fuqie të madhe ka krijuesi ynë që na ka krijuar. Alladhi huwa khaliqu kulli shay, pra ai është i cili ka krijuar çdo gjë. Dhe ne nëse ndalemi e analizojmë, siç thotë Zoti në Kur'an, edhe me mendu po ashtu e felet e akilun, e felet të mësirun, a nuk po mendoni, a nuk po shikoni, gjitha këto pra janë për të na futur në arealin ose në rrethin e mendimtarëve që ne kur të mendojmë edhe të besojmë. Sepse shpesh ata që janë mosbesues ose pa besimtar edhe nuk mendojnë. Pra vetëm kanë një përsijatje vetëm sipërfaqësore, ose çka sheh syni, pastaj çka është për te syve, ata nuk e llogarisin. Por realisht ka edhe gjëra më tan kodrës ose më tan andej kodrinës që ekzistojnë dhe pse syri ynë nuk i sheh. Prandaj kemi rastin e nënës së Isait alayhis salam, Mejremes, kur ajo ishte futur brenda në dhomën e saj, dhe subhanallahu, aty është një ngjarje shumë interesante, përveç se ishte futur brenda në dhomën e saj, ajo ishte futur brenda dhe në pikëllimin e saj, në zemrimin e saj, sepse shumë njerëz pabesimtar po akuzonin atë për nderin e saj, dhe ajo ishte mbyllur në halvetin e saj, në vetminë e saj, dhe ishte lidhur pra direkt me Allahun krijuesin e gjithësisë, edhe kishte një tevekkul, një
mbështetje shumë të madhe tek Allahu Zoti i gjithësisë. Pra, kemi të bëjmë me një nënë shumë besimtare, nëna e pejgamberit Isa alayhis salam. Dhe kur vjen Zekeriau dhe hyn brenda, shef në dhomin e saj gjitha bereqetet që ekzistojnë, pra perime, çdo gjë kishte brenda aty, furnizim pa mas. Dhe i tha, peka këto o Mereme, tha, hadha min indillah. Subhanallah, këto janë prej Zotit. Pra e furnizon prej ka nuk e kujton fare. Pse? Po kjo tash nuk është rasti. Sepse njeriu kur ka imanin e fortë, besimin e fortë, po shpesh e përdor një shprehje edhe bieshkën e ndan për gjysmë edhe mali. Kur është besimi i fuqishëm, mbështetja e fuqishme te Krijuesi. Ama si të fillosh mu lohat në besim, edhe nuk e ke mbështetjen te Krijuesi si duhet. Pastaj, edhe nëse e ke parasyve bereqetin e Allahut, ti nuk janë nin shijen dhe vlerën që e ka. Po, bereqet është edhe shëndeti që Allahu ta ka dhënë. Furnizim është ai. Duart, shikimi, dëgjimi, çdo gjë që ti e posedon dhe ne e posedojmë si njerëz. Pra kjo është min indillah, hadha min indillah, kjo është prej Zotit. Prandaj, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Pra sa bukur e thot Krijuesi ynë, pra edhe e furnizon atë prej ka nuk e pret hiç. Na ka ndodhur, ka shumë njerëz vinë me 100 ankesa, ndoshta 4-5 puni kanë në shtëpitë e tyre, ose kanë industri e kështu me radhë, mirë po janë të zbrazur, janë bosh në brendësinë e tyre. Pse? Sepse kanë hupur lidhjen me Krijuesin e gjithësisë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që të ndalemi në këtë ajet, pikërisht pra në ajetin e 3 në surën Talaq, dhe të mendojmë rreth këtij ajeti, e ky ajet na bën që të fuqizohet bateria e imanit, e besimit tonë. Prandaj, nëse ne thellohemi në këto ajete, si thelloheshin besimtarët në kohrat dhe gjeneratat e harta, suksesi do të jetë i garantuar në këtë jetë dhe padyshim edhe në jetën tjetër. Selamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.